I ftoti dhe ngricat shkakton një tjetër viktim, këtë herë në Lushnjë. Një 52 vjeçar është gjetur i pajet nga familjarët mëngjesin e së hënës në vendin ku punonte. Bashkim Çepa nga Golemi i Lushnjës punonte roje në një pallat në Lushnjë, por mësohet se ishte edhe një sëmur kronik nga zemra. Edhe për këtë arsye i shqetësuar se Jati nuk po kthehej në shtëpi, djali 52 vjeçarit ka shkuar në vendin ku ai punonte dhe ka gjetur atë pa jetë. Me sa duket i ftoti ka sjell pasoja fatale për 52 vjeçarin, i cili vuante nga sëmundja në zemër dhe punonte jashtë natën, kur temperaturat shënojnë disa gradë nën zero. 52 vjeçari në Lushnjë është viktima e tretë si pasojë të ftotit që ka mbërthyer vendin, pas 2 të pastreve në Sarand dhe Gjirokastër. Ndërkaq, 2 viktima të tjera u shënuan aksidentalisht për shkak të ngrisave të këtyre ditëve në vend.